U mblodh Komisioni i Ekonomisë i Këshillit Bashkiak Vlorë për të diskutuar projekt buxheti në Bashkisë Vlorë për vitin 2026, një dokument voluminoz i përgatitur nga administrata e që pritet i paraqitet Këshillit javën e ardhshme. Në fillim të mbledhjes Elsa Bexhani, këshilltare e Partisë Socialiste dhe kryetare e këtij komisioni, bëri një përmbledhje të projekt buxhetit dhe dha disa vërejtje dhe sugjerime mbi të. Dhe faktori risku unë kam diskutuar dhe me punonjës të tjerë të administratës dhe faktorët e riskut mund të jenë të ndryshëm, mund të jenë të spektrit ekonomik, mund të jenë edhe të spektrit klimaterik, sepse për faktorët ekonomik kemi situata të ndryshme nga diskutimet që kemi bërë dhe me administratën 2 vitet e shkuara, që ka pasur problematik në realizimin e investimeve për shkak të situatës të prokurimeve, ose sjelljes operatorëve që kanë marrë pjesë në prokurime. Këto janë ca faktorë që ndikojnë drejt për së drejti në arritjen e objektivave. Ose mund të kemi pasur situata të tilla që punonjësit e administratës së bashkisë nuk kanë qenë të pajisur me objektivat e detyrave që duhet të realizonin për vendin apo për detyrën që ata ushtronin. Dhe kjo është një ndër faktorët që ndikon në arritjen e objektivave dhe të detyrave që mund të ketë pasur administrata e bashkisë. Prandaj do ju lutesha shumë, nëse nuk e keni marrë parasysh një analizë risku, nuk e keni diskutuar, analiza e riskut bëhet kur bëhet buxheti. Geron Gumbardhi, opozitës, u shpreh se qerat e tokës duhen hequr fare, pasi ato nuk arkëtohen, ndërsa Gjergjini Kaj gjithashtu nga opozita deklaroi se shuma prej 45 milion eurosh e parashikuar për tu arkëtuar nga Bashkia Vlorë është e egzageruar dhe e pabazuar, pasi sipas tij, po të shihet rritja nga viti në vit, të ardhurat kapin shifrën 8% dhe jo 35%, sa ka parashikuar administrata të arkëtojë më shumë për vitin 2026. Po dakord, taksën e ndikimit të infrastrukturës, ti ke 3 vjet që thua, dakord, unë e kuptoj se ti ke 24 leje, më ke vënë një listë me 24 leje që janë për të zbardhur hoteleri e gjëra. Tani, ato hoteleri që unë i futa 1 për 1 leje dhe që i bërë analizë, ato janë hotele me 5 yje dhe janë hotele marke, ti ke me taks zero infrastrukturë. Nuk pagon asnjë lek ai në shtet. Hotelet, strukturat hoteliere që ti ke nga 23 leje të 2025, që ti pretendon ti vjelësh në 2026, 12 nga ato janë struktura hoteliere me 5 yje. Po dalë një ta marrin markën ata të lidhin kontratën të bëjnë. Nuk merret leja pa u lidh kontrata dhe pa u marr marka, mos i ngatro gjë. Jo, nuk futet. Po çu jo tani, mos trego procedurën tani. Unë po them, po Geron sqarojnë çiksi merret leja ndërtimit në AZT. Futet marka, futet gjëra dhe brendi mund të futet në fillim, po jo, çani këto, jo pra të. Po tani unë kam bërë analizë. Po jo më unë kam para ato firma që janë. Mund të futet edhe me ndërtesën e bërgja. Mund të futet ti me ndërtesën e B, ke kapacitetet, volume. Kapacitetet ke rritur standard. Nuk ka lidhje, markën ti e vendos kur të duash, është negocim që ti e bën kur të duash me një brend të huaj. Nuk është e vënë që ta mbaroj idenë se s'ka lidhje kjo pjesë tani. Analizën që u kam bërë, 13 nga ato leje janë hotele me 5 yje, nuk të bien taksë në infrastrukturë, nuk të bien 8%. Tani, juve unë uroj që mos ta bëni 45 planin, ta bëni dhe 55. Se sa më shumë të ardhurat të vilni, aq më shumë bëni investime, aq më shumë rrisni punonjës i çoni pagat 60% të ardhurave dhe e keni në favor këtë pjesë. Por më duket e paralizueshme sepse trendi të paktën 2023, 2024, 2025, që unë i kam ndjekur 3 vitet e fundit, nuk të shkon rritja më shumë nga 7 deri 11%. Si mund shkosh ti 20? Dhe pse është bërë kjo tani? Po ta them unë analizën pse është bërë kjo gjë. Kjo është bërë që ti ta nxjerrësh nivelin e pagave të shpenzimeve që do harxhosh për 2026 38%. Sepse pagat i ke fikse, një sekond lutem, pagat i ke fikse, se ta thash dhe mbledhjen e kaluar, do u kërcasin pagat me 1 milion euro dhe u kanë vajtur nga 18.8, u kanë vajtur pagat 20 milion euro. Hajde besim. Një sekond pra. Dhe, po ma dëgjoj për ato mbaroj. Po ma dëgjoj. Në një buxhet që rritet, dy buxhet ka kaluar nga 30 ca 45. Tani shërbimi. Edhe një herë ta mbaroj. Po le ta mbaroj, do mblesh klasë tani, ti më thua ta mbaroj se s'duroj unë do të dëgjoj deri në fund. Po do më dëgjosh klasën. Tani unë po bëj analizë, ore ti më analizën time mos e prano. Sepse paga 45% që i paga 45 milionë e ke 40%. Bravo. Dhe kur e bën me faktikun, çfarë të gabuar ka dhe po u ritën paga tani. Edhe një herë më malini ta mbaroj. Ore, po juve kur bërtasim se
bërtisni. Kur bëjmë analizë, pse bën analizë, po ne do themi çfarë doni ju. Paga në 5 specifike, po ta dish të shulur nga buxheti kaluar. Po dëgjoj Pas 41% e ka 38% këtë vit. Po, se ti e pjeston me planin, jo me faktin. E pjeston me planin, jo me faktin. Një minut. Pjestoj 20 milion euro me 37 milion euro që ke faktin e 2025-ës. Pjestoj 20 milion euro me 37 dhe del 55%. Ke ti gabim. Ti thua, unë do bëj 60 milion euro, do t'i bëj në mendje dhe e pjestoj 60 me 20. Nuk është ashtu. Se kështu funksionon dhe shtëpia, mik. Buxheti me parashikime, planifikime. E ke rogën fikse në shtëpi. Në shtëpi e ke rogën fikse tjerë. Nuk i thua gruas ti unë kam rogën 1000 euro, po do marr 2000 euro në fund muajit. Se disa fiton në biznes, se ja fut kot. Edhe një herë buxhetin në shtëpi, kur e ke rogën 1000 euro, nuk do të marr 2000 euro. Po ashtu rreth 4 milion euro akumulohen në vitin 2026 për fondin social, i cili do të shërbej ose për blerjen e 20 apartamenteve, ose do të shihet mundësia për ndërtimin e apartamenteve për njerëzit në nevojë, si dhe familjet e pastreha. Sipas Bezhanit, ndarja e buxhetit është e balancuar 34% për paga dhe 34% për shpenzime operative, si dhe 32% për investime. Bezhani përmendie gjithashtu se do të krijohet një sektor i mirëfillti i prokurimeve. Këshilltarët socialistë akuzuan opozitën se me kundërshtimet e tyre po ngadalsojnë ritmin e rritjes dhe shërbimeve në qytet. U ankuat për shtimin e punëtorëve të pastrimit, tha Moçka, ankoheni edhe për rritjen e pagave të punonjësve të bashkisë. Nga ana tjetër, Gjergjinika u shpreh se është gati të votojë edhe një rritje prej 50% të pagës për ata që punojnë, por nuk mund të pranojnë punësimin e 500 personave, që sipas tij punësohen për të mos punuar. Këshilltari socialist Gregor Dede u shpreh i zgënjur dhe deklaroi se opozita nuk ishte përgatitur siç duhet për të bërë vërejtje konstruktive për buxhetin. Ky konstatim hasi në kundërshtim të fortë nga opozita. Natyrisht edhe na pjesa e opozitës që ngrihen shqetësime të ndryshme. Nisja që zoti Mikat ishte disi më cilësor pjesa e opozitës. Natyrisht si gjithmonë nuk më zgënjen, që ndron në nivelin që ndron gjithmonë. Më duhet të them se një institucion buxhetor që të funksionojë, një institucion publik që të funksionojë, duhet të ketë një buxhet dhe buxheti është jeta që ose motori që e vendos në punë një institucion publik. Dhe buxheti bazohet. Prandaj u vonove ti se kem mësuar këto për mend një orë, po i përsërisje ti. Folet të dëgjova. Po çfarë të tregon ti po flet gjëra kot tani. Po flet gjëra pa sens sepse ti këtë ke bërë gjithmonë dhe ke fut pençe dhe skandal si kanë qenë. Fol për gjëra reale, futi thelloje buxhetin. Thellohu buxhetin ti më fol teori kot naje. Mbaj vendi që takon folet dhe po që takon po të më thuash mua jo cilësor. Ku jo cilësor, kur cilësia jone ka quar bashkinë në këtë kallame, cilësia jone, opozita jone ka quar këtë kallame bashki. Se ju doni dele që të ngrini dorën e të mbaroni edhe ato 10 punë që keni. Këtë bëjti. Tregon mua cilësinë. Vazhdo fola tu çka ke për thënë ato 5 gjëra, pastaj thellojmë një buxhet mirë nëse s'kemi mbaruar. Buxheti s'ka filluar akoma. Buxheti s'ka filluar akoma. Ato që po bëni ju janë politik kot, llafe kot. Vazhdo. Se pas ke ardhur me mendje për të zënë me mua që erdhe. Se erdhe u mendove i përsëritë 3 herë, raportove dhe pastaj erdhe. Siç po thoja. Ke një sklep tu të sy. Ama po shohtani se s'ka lezet. Po çfarë s'ka lezet, tregon ai mua cilësitë. Po çfarë tregon ti mua, tregon cilësinë. Po s'ka lezet. Tregon ai cilësinë, tregon Po cilësia jo. Po lere që cilësia jo. E parë cilësitë tuaj. Ti buxhet është avër 20 drejtare, s'është as buxhet. Jo, te ke gabim, doktora. Po jo më thatë vjet, jo më thatë me Elisin, jo më thatë me ju e keni bërë çka ka bashkia. Ti e tjetër, ju e çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka? Si vetëm një solucion. Vetëm një solucion. Shiko raportin e KLSH-s ku çka ka raporti. Lexo raportin. Po ta ta citoj kryetarin. Buxheti tash i kontribuar shumë i mirë. E vetmja gjithë raporti KLSH-s realizim. Gjithë të shkojnë në burg. Raporti është të gjithë të shkojnë në burg. Çfarë lidhje ka? Çfarë lidhje ka? Lidhje ka me buxhetin. Ka lexuar kopertina, bëri trashëgime tani ai që bësi i zgjuar e tregon ai. Lidhje ka me buxhetin. Ore buxheti është planifikim. Kantari ka lidhje ka raportin. Mori tani nuk e lexon. Tregon mua cilësinë. Ai se ka lexuar. Ai po
përgjithësi. Uga mia merr me buxhetin, janë thelluar, ai vinë në tani, bën 3 piktura, do të cilësia thotë. Po hajde mësoni ose ikni fare. Ikni dhe buxhetin. Buxheti është opinion, atë opinion ka çfarë bën. Uga mia ka thyer turin, ka lexuar 2024, 2025, 2026. Duket buxheti pastaj, se s'na i ka thënë. Pëllesë janë kamera, se ka thënë. Më thua e ta kryetarja mendimin thua. Ta marrë ka përmjës kadritarja t'i Pse? Ky është opinion, pse? Pse më argumentojë me shifra? është buxhet vjetë. Ky është opinion. Ky do ta pastroj buxhetin. Nga 4 milion euro në 2025 me 7.5 milion euro. Më tregon njerë ndërmarrje pastrimit, të më tregon njerë ku i ka asetet. Dëgjoj. Më bjerë tu të më bjerë ndërmarrje pastrimit, të më bjerë listën e aseteve, ndërmarrje pastrimit, të më bjerë listën e aseteve që janë bjerë 5 vjetë, ku i ka asetet 5 milion euro, që i ka krishura, pastaj të më thojnë mua të investoj 1 milion e gjysmë tjera. Më bjerë listë asetet. Makinat e 2022, makinat e 2022 që janë bjerë kohën e Gleshit, në kohën e Dorit nuk ekzistojnë më. Këto më thonë listën e aseteve, pastaj hajde investoni 1 milion e gjysmë tjera. Po le qa për të sajnë, të gonë të cinë, a i kritin në. Vjena e vjeta një, bo piktura, bo po i gonë në mjede përse e pole kështu t'i qashë. Ore të dëgjuam me të qenë. Leri fund të tjerë të flasim. Gjergji, ti je njeri publik dhe duhet i menaxhosh edhe nervat, se s'ka lezet fare të sillesh kështu me kolegët. Përgjithësia jam njeri publik, çfarë ndjen nga goja në përgjithësi personale, nuk jam të tua. Jam publik, e mbaj unë përgjithësinë. E mbaj unë përgjithësinë për veprimet e mia, jo. Jo, foli ati. Ai, dobra, erdhi e mori tani blokun. Bëri 3 piktura. Gjergji, leri të nglat. Se e ke shumë dëngla bëbën, dhe e ke shumë të gabuar këtë metodë komunikimi. E ke shumë të gabuar këtë mënyrë komunikimi. Leri njerëzit të flasin ashtu si çdo të flasësh. Se ti do të flasësh, nuk të fjohë. Po ti nuk më fjohë. Anisa Ceno, këshilltare e opozitës, kritikoi administratën që nuk kishte parashikuar ndërtimin e një terminali për autobusët dhe kërkoi shpjegime lidhur me lulishtet, pasi në procesin e konsultimit me komunitetin, lulishtet dhe përmirësimi i kushteve të tyre kishte qenë prioriteti i qytetarëve. Ndërkohë, Egli Xhafera, i drejtori urbanistikës, sqaroi këshilltarët se këto çështje janë në proces e se po punohet si për projektin, ashtu edhe për përzgjedhjen e një vendi. Ndërsa Anisa Shiko, drejtoresha e pastrimit dhe i gjelbërimit, i shpjegoi këshilltares Ceno planin për vitin 2026 për realizimin e parqeve dhe lulishteve. Me ndërmarrjen e pastrimit, këshilltarët u ndalën më gjatë, pasi edhe në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, por edhe nga informacionet të tjera, rezulton se në këtë ndërmarrje ka patur neglizhencë dhe abuzime, duke filluar nga inventari mjeteve dhe pjesëve të këmbimit, të serviseve që ishin shënuar, por nuk ishin kryer, e deri tek mjetet të vitit 2022, që ishin dëmtuar në mënyrë të pariparueshme. Këshilltarët i sugjeruan Shikos të tregoj kujdes dhe vëmendje me asetet që po merr në ngarkim. Shiko informoi Këshillin se për inventarizimin dhe problematikat në ndërmarrjen e pastrimit është ngritur një grup pune. Ndërkohë këshilltarët opozitës të roqën vëmendjen po ashtu se për landfillin do të bliheshin 4 kompjuter me vlerë 20 milion lekë të vjetër, për të cilët administrata u justifikua se i kishte përdorur çmimet e referencës që ndodheshin në manual. Një tjetër problem i ngritur ishte një gjyq i humbur nga Bashkia e Vlorës në vlerën e 750 milion lekëve, për të cilin përmbaruesit kishin dërguar një shkresë dhe nënkryetaria Klea Lalo e kishte pranuar për pagesë, duke ia përcjell thesarit një ditë para se të merrte detyrën kryetaria e Bashkisë së Vlorës Bruna Mersini. Për këtë detyrim administrata nuk ishte parashikuar pagesë në buxhet. Këshilltarët e opozitës paralajmëruan se përmbaruesi mund ta marrë këtë shumë direkt nga thesari, duke vënë administratën e bashkisë në vështirësi. Opozita rikujtoi po ashtu se asnjë nga 14 propozimet e saj për investime në qytet nuk ishte marrë parasysh nga administrata e Bashkisë së Vlorës. Projekt buxheti i paraqitur pa mendime dhe ndryshime u hodh në vot, ndërsa Komisioni i Ekonomisë e miratoi ashtu siç ishte paraqitur, me 5 vota pro dhe 1 kundër. E vetmja vot kundër ishte ajo e Gjergjinikës.